përshëndes nga lajmet orës 15 në Top Channel. Shqipëria luan pas 3 orësh me Anglinë sot në Tiranë. Është ndeshja e fundit kualifikuese për Kupën e Botës dhe do të transmetohet ekskluzivisht në digital. Kam në lidhje të drejt për drejt gazetarin tonë Endi Tufa. Endi, të përshëndes. Të dyja skuadrat duket se kanë kryer misionin në këto kualifikuese, gjithsesi ekipi ynë duhet të bëjë llogarit edhe me kartonët e verdhë sepse mund të humbas lojtarë në ndeshjet e play-offit. Ke ndonjë informacion si do të luhet në orën 18? Ka ndonjë strategji të re që është mund të publikuar ose e keti si informacion? Atëherë për momentin kemi një informacion provizor, pra një informacion para prag për sa i përket informacionit që mund të zbresë Shqipëria pas rreth 3 orësh këtu në arenën kombëtare përballë Anglisë. Përmendëm edhe në edicionet e mëparshme do të ketë një lloj rotacioni, kjo edhe për shkak të kartonave që ju përmendët, janë rreth 5 lojtarë të cilët janë me kartona dhe rrezikojnë ndeshjet e muajit mars, ndeshjet e play-offit, pasi janë kartona të cilat mbarten edhe për këto ndeshje, duke përfshirë këtu lojtarë kryesorë siç është Sheu, siç është Bajrami, siç është Mitaj, pra lojtarë të cilët është gjithashtu Manaj, pra janë këto lojtarë të cilët rrezikojnë shumë. Gjithsesi, në formacionin e sotëm kemi 2 krahët e mbrojtjes të cilët kanë ndryshuar, do të jetë Balliu dhe Ali, të cilët do të zëvendësojnë Mitajn dhe Hysajn, ndërkohë që në qendër gjithashtu do të rikthehet Ismaili për të zëvendësuar Ajetin. Gjimshiti mbetet kapiteni i skuadrës dhe do të jetë sërish në formacion ashtu si në ndeshjen me Andorrën. Për të vazhduar me rotacion në pjesën e mesfushës, Aslani do të jetë sërish autori i golit në ndeshjen me Andorrën, Qazim Laçi, po në vend të Sheut, Julian Sheut, pra do të jetë Ramadani. Ylber Ramadani do të rikthehet në formacion për të kaluar tek sulmi, ku patyshim pika apo lojtari më i përfolur ka qenë Armando Broja. Shpresojmë që Armando Broja të bëjë një kthes në mbrëmjen e sotme, të ketë diçka apo shansi për të rikuperuar. Kujtojmë që janë skuadra e cila nuk ka psuar asnjëherë gol. Ndoshta do të jetë kjo pika kthesës për Brojan dhe për ta thyer këtë tabu dhe do të mbështetet nga Hoxha dhe Uzuni. Këto janë formacionet paraprake për sa i përket lojtarëve të cilët mund të jenë në dispozicion të Silvinios dhe 11 që do të zbresë në fushë në këtë mbrëmje të sotme, një mbrëmje feste mund të themi, sepse për herë të parë përfaqësuesja që nga kualifikimi në play-off në ndeshjen e Andorrës do të luajë këtu përpara tifozëve të saj, janë rreth 2200 tifozë anglez, të cilët do të jenë të pranishëm në këtë mbrëmje, ndërkohë që gjithë stadiumi tjetër rreth 20000 shqiptar do të jenë këtu për të mbështetur dhe gjithë miliona shqiptarë të tjerë do të kenë mundësi patjetër ta ndjekin këtë ndeshje drejt për drejt dhe ekskluzivisht në digital, ashtu siç transmetohen në ndeshjet e kombëtares. Faleminderit Endi Tufa. Ky është Top Channel. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për gazetën italiane Corriere della Sera thekson mbështetjen që Italia i jep Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe mbron marrëveshjen për qendrat e emigrantëve. Rama tha se ky model do të varet nga Pakti i ri Evropian për emigracionin. Kryeministri Edi Rama ka folur për të përditshmen italiane Corriere della Sera ku thekson rolin që Italia ka në mbështetje të rrugës evropiane të Shqipërisë. Samiti i parë ndërqeveritar mes Shqipërisë dhe Italisë në Rom, thotë Rama, është një moment historik dhe një sinjal i qartë i forcimit të partneritetit mes dy vendeve. Samiti mes dy qeverive është një zhvillim historik në marrëdhëniet strategjike mes Shqipërisë dhe Italisë. Ai jep perspektiva të reja bashkëpunimi në energji, mbrojtje, siguri kufitare dhe planin gjeopolitik. Polemikat në Itali për qendrat e emigrantëve nuk munguan, por kryeministri i Shqipërisë i shmang debatet e brendshme italiane, duke theksuar se qëndrimi i tij mbetet i njëjtë, teksa shtoi se evoluimi i këtyre qendrave do të varet nga Pakti i ri Evropian për emigracionin. Ajo që mund të them është se kemi qenë dhe mbetemi në anën e qeverisë italiane edhe për këtë çështje. Pakti i ri Evropian për emigracionin do të na tregojë se si do të evoluojnë këto qendra. Shqipëria nuk ka investuar asnjë euro në këtë projekt. Akuzat e bërë pjesë e jetës sonë, të mbytura nga balta e mediave sociale, ndërsa e vërteta humbet mes shpejtësisë së informacionit. Në intervistë Rama flet edhe për kapitullin final të negociatave për antarësimin në BE, që sipas tij janë në një moment vendimtar. Këto ditë do të hapim kapitullin e fundit të negociatave dhe duam t'i përfundojmë deri në vitin 2027. Italia është zëri ynë më i fortë në BE. Shqipëria nuk do të jetë kurrë në gjendje të shlyejë borxhin moral për gjithçka që Italia ka bërë për ne. Kryeministri shqiptar përmbyll intervistën me mesazhin se partneriteti me Italinë dhe rruga drejt Bashkimit Evropian mbeten poshtë i politikës së jashtme shqiptare.
Ndërkohë nesër qeveria shqiptare ulet në tryezën e Bashkimit Evropian për të hapur grup kapitullin e fundit të negociatave. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar këtë një arritje historike. Nëntori i çlirimit dhe i pavarësisë do të shënojë një etapë të re në rrugtimin evropian të Shqipërisë. Të hënën qeveria shqiptare do të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian për të hapur grup kapitullin e fundit të negociatave, duke shënuar përfundimin e çeljes së të gjithë kapitujve të antarësimit brenda harkut kohor të një viti, një arritje historike kjo për kryeministrin. Një moment absolutisht i shumëpritur, por edhe historik, një shpejtësi unike në procesin e të gjitha integrimeve të mëparshme europiane. Asgjë pra nuk na ndal dhe kemi kapërcyer të gjitha pengesat që kishin të bënin me çeljen e të gjithë kapitujve. Tani duhet kapërcejmë të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me mbylljen e kapitujve. Episodin e radhës podcastit të tij ja kishte dedikuar paketës së maleve, ndaj për këtë qëllim kishte ftuar në studion e tij në kryeministri investitor të rinj në fushën e agroturizmit. Paketa e maleve është për ata të cilët e kanë tokën, për ata të cilët për një arsye në zonë caktuar nuk e kanë marrë dot tapin sepse nuk qifet 7.501 non e kanë refuzuar 7.501 ose këtu ose aty. Për ata që kanë një rënoj, ma jep mundësin ta investoj, ta hap derën, të ndes o gjakun e gjyshit. E filloj të bëj një jetë timen këtu. Kryeministri dha jehon edhe lajmit se nga janari i vitit të ardhshëm nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro, ndërsa konsideroi si prioritet të mandatit të katërt rritjen e pensionit mesatar për zonat urbane 400 euro dhe në zonat rurale 180 euro. Policia e Shkodrës ka arrestuar 2 vëllezër për ngjarjen e dhunshme të ndodhur mbrëmjen e të shtunës. Ata dyshohet se qelluan me breshëri plumbash një automjet dhe më pas kanë keq trajtuar një 42 vjeçar vetëm për një parakalim. Të përfundosh në burg vetëm për parakalimet me makinë, të paktën kjo është arsyeja që ka deklaruar përpara grupit hetimor Edison Tirana, 42 vjeçari që u dhënua dhe ndaj tij u qellua me armë mbrëmjen e së shtunës në aksin Shkodër-Hani Hotit. Përplasja me 2 vëllezër Gjekaj tashmë të arrestuar nisi në dogan e më pas gjatë gjithë rrugës deri në Koprik, në afërsi të qytetit, nga makina e Gjovalin dhe Pëllum Gjekajt është qelluar me armë zjarri disa herë ndaj automjetit me të cilin udhëtonte Edison Tirana. Ky fundit u ka shpëtuar plumbave, por ka humbur kontrollin e mjetit dhe më pas është përplasur me një barrierë të një karburanti. Viktima e sulmit më pas ka dalë nga makina dhe ka tentuar të largohet, por 2 vëllezër Gjekaj të ndihmuar edhe nga nipi i tyre, i identifikuar dhe i shpallur në kërkim, e kanë kapur 42 vjeçarin dhe e kanë dhënuar me sëndet e forta. Pas ngjarjes, i dhënuari është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia më pas bëri të mundur arrestimin e 2 vëllezërve Gjekaj, si dhe shpallin në kërkim edhe nipin e tyre si bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Është arrestuar një nga autorët e dyshuar të shpërthimit në Kamz një ditë më parë. Ai është ish polici Jeton Lami, i njohur si personi i fundit që ka parë Vis Martinajn, i cili është dukur prej disa vitesh. Dikur oficeri i forcave operacionale të policisë së shtetit i dënuar për shpërdorim detyre pasi shoqëronte një personazh të botës së krimit si Ervis Martini, që rezulton po ashtu të jetë personi i fundit që e ka takuar atë. 2 vjet pas lirimit nga burgu, rishfaqet sërish në skenën e Kronikës së Zezë, këtë herë për gjobvënie. Jeton Lami së bashku me 3 miqtë e tij i vu një biznesmeni në Kamës një gjobë prej gjysmë milioni euro. Kur ky i fundit refuzoi ta paguaj, një ditë më parë ata i vendosën eksploziv në një prej pronave të tij, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, si dhe shumë panik në zonë. Ky është momenti kur autori me jelek fosforishent, pasi vendos lëndën eksplozive që aktivizon me fitil, largohet nga vendngjarja me bicikletë. Shpërthimi shkatroi kuzhinën e restorantit të hapur pak kohë më parë nga Bener Delezi dhe Klodian Murati, të cilët këtë ambjente kishin marrë me qera. Dyshimet fillimisht u hodhën drejt pronarëve të restorantit, por kur ata nuk raportuan asnjë konflikt, me metoda proaktive policia zbuloi se kërcënimet i ishin bërë pronarit të godinës nga Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mezhika, të cilët u vendosën në pranga. Në këtë krim i përfshirësh edhe Ervis Lami, i cili u shpall në kërkim.
por edhe përpara këtij krimi Ervis Lami ka qenë në kërkim. Prej më shumë se një viti ai fshihet drejtësisë si një person i dyshuar për vrasjen e postierit Lulëzim Visha. Hetimet për këtë rast nuk quhen të përfunduara pasi ka dyshime se në këtë skem gjovënie të ketë dhe persona të tjerë të përfshirë. Një marinar italian është arrestuar sot në mesditë në portin e Durrësit në akuzën e trafikut të drogës. Një marinar italian 25 vjeçar u kap me kanabis në portin detar të Durrësit në tentativë për të trafikuar atë drejt Italisë. Policia ndërhyri me operacionin e koduar Next, duke vënë në pranga 25 vjeçarin Salvatore Mancini, pjesë e ekuipazhit të tragjetit të linjës detare Durrës-Ancona. Informacionet operative e kishin vënë të riun në nënvëzhgim dhe i u ndalua në terminalin e udhëtarëve pikërisht në momentin që po largohej nga territori shqiptar. Gjatë kontrollit të tij fizik, shërbimet e policisë gjetën një pako me kanabis të përgatitur në formë boçeje, e cila dyshohet se ishte destinuar për të futur në Itali. Materialet hetimore i kaluan prokurorisë së Durrësit, ndërsa Mancini do të hetohet për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike. Janë bllokuar rreth 420 ton misër i importuar nga Serbia, dyshohet se ka përmbajtje toksinash kancerogjene. Akuja thotë se për drithin që do të përdori si ushqim për kafshët po bëhen analiza në laborator. Misri me aflatoksin që vë në rrezik shëndetin e kafshëve dhe të njerëzit nuk prodhohet nga ferma shqiptare, por nga fermerë serb. Autoriteti kombëtar i ushqimit në pikën kufitare të Hanit të Hotit ka bllokuar 15 kamion me misër, ku pesha totale e misrit të dyshuar me aflatoksin kap shifrën e 420 tonëve. Inspektorët e ushqimit janë duke zbatuar urdhërin e ministrit Andis Salla, i cili ka kërkuar analizim të çdo ngarkese me misër. Ndërkohë, burimi për Top Channel mësojnë se kamionet për analizim nuk janë dërguar vetëm në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe të Veterinarisë, por edhe në laboratorët e akredituar të shteteve të Belgjikës dhe Italisë, pasi rezultatet e analizave në këto vende dalin shumë herë më shpejt se ato të laboratorit ton. Aflatoksina cilësohet si një nga toksinat më të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Nëse kafshët konsumojnë misër me aflatoksin, më pas ky myk dëpërton edhe në qumësht dhe për fat të keq nuk shpërbëhet në asnjë proces përpunimi. Organizata Botërore e Shëndetit aflatoksinën e cilëson si një nga toksinat më të rrezikshme për shëndetin e njerëzit, pasi ajo mund të shkaktojë sëmundje kancerogjene. Mykotoksina në ushqimin blegtoral krijohen atëherë kur misri nuk mbahet në kushte të mira magazinimi, ku sipas rregullit, fermerët të gjithë ushqimin duhet ta ruajnë në vende të thata dhe jo në ato ku prezente është lagështira. Ushqimi i kafshëve që vjen nga Serbia në Shqipëri është i kontaminuar me toksin kancerogjene aflatoksin, dhe këtë e treguan dhe rezultatet të analizave që dolën në 7 nëntor, ku AKU bllokoi ngarkesën e parë me 25 ton misër. E gjithësasia e misrit prej 420 tonëve për destinacion ka fermat blegtoriale të vendit ton. Fermeri ynë është i detyruar që stallën ta furnizojë me misër importi, pasi në Shqipëri fushat me misër janë gjithnjë në të kurrje. Kjo sepse fermeri i drithrave është më i keq subvencionuari në rajon. Përpasoj kolegu i tij nga Serbia, kostot e prodhimit i ka më të ulta dhe marzhin e fitimit më të lartë. Kjo politike e gabuar ekonomike ka detyruar fermerin ton që lopët, delet dhe shpendet t'i rrisi me ushqime të rrezikshme nga Serbia. Një 48 vjeçare ka ndruar jetë në Korçë, familjarët akuzojnë mjekët për neglizhencë. Një 48 vjeçare ka ndruar jetë në banesë në lagjen 15 të qytetit të Korçës, ndërsa familjarët akuzojnë mjekët e Korçës për neglizhencë. Gentiana Nano u dërgua në urgjencën e spitalit të Korçës 2 ditë më parë pasi kishte shfaqur probleme shëndetësore dhe është trajtuar në shërbimin e urgjencës, ndërsa më pas është dërguar në banesë nga mjekët. Ditën e djeshme ajo përsëri nuk është ndjerë mirë dhe familjarët kanë njoftuar ambulancën. Mjeku, sipas tyre, i ka bërë disa injeksione, pasi viktima kishte rrahje të rritura të zemrës dhe tension të ulët. Mëngjesin e sotëm, mësohet se 48 vjeçarja sërish nuk është ndjerë mirë dhe ka qenë djali dhe babai i saj, që kanë gjetur të pajetë në dhomë. Djali Erdiol Nano ka hedhur akuza kundrejt mjekëve të spitalit të Korçës, duke thënë se këta të fundit nuk kanë treguar kujdesin e nevojshëm për nënën e tij. E shpam në spital,
Ja matën ato tensioni çfarë matën rajt e zemrës, i morën dhe analizë dhe i thanë me anë e mirë. Po mami theshtë nuk ta mirë, jam e lodhur, që nuk e mbajtë në spital po e lanë tikë. Sa kaq policia e Korçës po merr deklarimet e familjarëve për rastin, ndërsa pritet që të merren në pyetje edhe stafi mjekësor që ka qenë në shërbim përgjatë këtyre 2 ditëve. Nga ana tjetër, trupi 48 vjeçares do t'i nënshtrohet autopsisë për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh, faleminderit që na ndiqni, më pafshim.